Një kandidate për kryeministër, një kryeministër që ka qenë për një mandat plot, edhe asnjë projekt ekonomik nuk mundet me mburr me to. Edhe me fol për ekonomi e zoti Kurti, mendoj që mas pakti i shkon për fytyre, se veç aspektin ekonomik nuk ka investu dhe nuk ka bo asgjë në mandatin që shkoj. Edhe kandidati i Partisë Demokratike, zoti Bedri Hamza, po edhe kandidati i Lidhjes Demokratike, Lumira Abdigjiku, janë ekonomist më të mirë se zoti Kurti. Ndaj kujt besoni si pat më tepër këto kritika? Ndaj PDK-s? E shohim një rivalitet, unë e shoh ndaj zotit Hamza, e sheh ndoshta një rrezik më të madh në kuptimin e subjektit si subjekt më i madh, si subjekti i dytë, po edhe me një imazh bukur të mirë zoti Hamza. Dhe nëse i kthejmë mbrapa, e kemi pa që në kohën kur zoti Hamza ka qenë në pozitë si ministër, janë rrit pagat 40-50%. Edhe është hera e fundit ndoshta ku janë rrit, për ashtu këtë pjesën e koeficientit me qeverinë Kurti që janë rrit 5% në janar, 5% në korrekt, po sidoqoftë, po them prapë është pjesë e fushatës, edhe ai votues që kënaqet edhe aplaudon atje në sallë, më thonë nuk është që merr vesh shumë nga pjesa e ekonomisë dhe e financave. Po paga duhet me u rrit për shkak këtij inflacioni që është, për shkak të rritjes së çmimeve, edhe për shkak të një jetese të rënduar të një qytetari zakonshëm që jeton për pagës. Prandaj nuk është temë që i zhdasht asnjëri prej kandidatëve për kryeministër me u tallë me pjesën ekonomike, me buxhetin familjar të një familjare që jeton për një pagë. Sepse jemi në çat situatë kur him market edhe i shohim e zgjedhim një produkt të njëjtë me çmim më të ulët, me kualitet më të dobët, për shkak që nuk ka mundësi me zgjedh cilëtetin e ushqimit që e hajmë. Është pjesë e mbijetesës. Përjashtu këtu një pjesë që qëndron mirë financiarisht për shkak të biznesit, për shkak të punëve që ka buxhetin e mirë familjar, po shumica jetojnë tu i zgjedh artikuj si çka me marr. Prandaj premtimet që japën për paga, të njëjtin premtim e ka dhënë edhe vetë ky, që do të rritet mirëqenia, do të rriten pagat, do të rritet koeficienti, e kështu që është një akuzë, po them pjesë e fushatës, tash kemi me ndëgju gjithçka, por nëse e sheh në realitet janë të pa argumentuar më krejt çka flet. Lirimi i TVSH-s, mospagesa e TVSH-s në kufi, që ishte pjesë e disa premtimeve, po. Zotit Bedri Hamza, është diskutuar gjatë, ata do t'i paguajnë, po s'do t'i paguajnë në fillim, po masi të shesin produktin, që ka qenë lehtësim për bizneset. Pastaj lirimi i produkte bazike prej TVSH-s e lehtëson edhe ndihmon qytetarën që shporta me dalë më lirë. Edhe është pjesë që ekonomistët e njohin më mirë atë fushë edhe din atë pjesë më mirë, po është e mundshme, duhet, është e nevojshme para se me këshyrë se cilën aspekt tjetër që mirëqenia e qytetarëve me u rrit. Por nuk rritet të dhonë ndihma të njëhershme, as me 50 euro, e as me 100 euro të njëhershme që jap, sepse thjesht po shpërndahet buxheti edhe nuk po ndihmohet kurrë. Do të thonë mirëqenia ju nuk po ndryshon. Nëse jap ti 100 euro një herë, edhe i ngjesh që kaç miliona i kom dhënë, po kur të pash në kuptimin e zhvillimit ekonomik edhe asi forcimit të buxhetit familjar, nuk ka kurfar efekti. Po dihet një dallim i qartë mes programit ekonomik që kanë subjekte tjera dhe lëvizjeve vendosje. Zoti Krasniqi, ju si e pa gjuhën ose këtë lloj sulmi që ka përdorur Kurti, pra ndaj